Në një operacion të realizuar nga policia dhe prokuroria u zbardh një bazë fshehur armësh të dyshuara të trafikuara. U arrestua Ugercina, 34 vjeç, banues në Tiranë, dhe u shpall në kërkim dy shtetas të tjerë të dyshuar për përfshirje në aktivitete kriminale. Operacioni u realizua pas administrimit të shpejtë të informacionit operativ që çoi në sekuestrimin e një sasie të madhe armësh dhe pajisjesh kriminale. Gjatë kontrollit të ushtruar në furgonin e Ugercinës në rrugën Myslimshyri në Tiranë, u gjetën 23 armë zjarri dhe pajisje të tjera të dyshuara për përdorim në aktivitetin kriminal. Në mesin e armëve të sekuestruara ishin 12 pistoleta të markave të ndryshme, përfshirë Beretta Glock, Rex Delta, Ruger 57 dhe Tom Figlio, si dhe 6 armë automatik dhe 5 armë me tyt, të gjitha në shënjesër optike të ngjashme me sniper. Përveç armëve, policia sekuestroi gjithashtu pajisje për shpërthime në distancë, pajisje për bllokimin e valve, uniforma të ngjashme me ato të policisë, 15.000 fishek, 12 celular, pajisje elektronike gjurmuese dhe pranga të ngjashme me ato që përdoren nga forcat e rendit. Fituesit dyshojnë se armët janë trafikuar kryesisht nga Kosova dhe se janë planifikuar të përdoren një ngjarje kriminale nga një grup që kishte bazë në Tiranë, Lagj dhe Burrel. Një bazë tjetër e këtij grupi ku mbaheshin armët u zbulua gjithashtu në të njëjtën zonë. Eugercino, i arrestuar në kuadër të këtij operacioni, ka precedent të mëparshëm për vepra penale. Operacioni i ka çuar në zbardhjen e pjesës më të madhe të arsenalit të dyshuar të trafikuar dhe një në hetim të gjerë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë. Materialet procedurale janë referuar prokurorisë për veprimet mëtejshme në lidhje me dyshimet për trafikim armësh dhe municioni dhe mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve shpërthyese dhe municionit. Në këtë moment, hetuesit po punojnë për kapjen e dy shtetasve të shpallur në kërkim, si dhe për zbardhjen e plotë të rrjetit të mundshëm të trafikut të armëve.